truri i fëmijës nuk është thot një henjë që duhet mbushur, po është një zjarr që duhet ndize. Matematika është diçka që ti ndihmon ta lehtësoni jetën, të ndihmon shumë gjëra, mirë po ka diçka. Mënyra se si përcjellish do thot këta aspektet e të mësuarit, të menduarit kritik, të zgjidhjes problemeve, është diçka që mësimdhënësi duhet ta bëm pak më ndryshe. Pikërisht kjo më ka mundësuar edhe mu një lehtësim edhe një kënaqësi më të madhe që të ndërtoj raporte shumë të mira me nxënësit. Në aspektin e asaj se gjithmonë jam munduar që jo të jem një mësimdhënës që ata të përcjell vetëm njohuri për matematikë, për numrat, po numrat të jenë diçka që lehtësojnë jetën e tyre. Pikërisht gjithmonë jam munduar që të ndërlidhi aspektet e ndryshme jetësore edhe të bëj një integrim, do thotë ndërlëndor, integrim të fenomeneve të ndryshme, dukurive që hasën në jetën e përditshme me matematikën. Matematika mësohet, jo të bingarkojmë trurin. Do thotë, mirë thot Plutarku, thotë se truri i fëmijës nuk është thot një henjë që duhet mbushur, po është një zjarr që duhet ndize. Pikërisht atë e kam patur parasysh se gjithmonë fëmijët duhet të gjesh mënyrë se të mëson diçka që ballafaqimet me sfidat në jetë duhet që të lehtësohen. Pikërisht kam bën ndërlidhjen zakonisht nëse ora zgjaset 40 minuta. Gjithmonë në kuadër të atë një ore mësimore kam gjetur mundësi që të shtjellojmë tema pak edhe ndryshe nga matematika. Që ta ndërlidhish me jetën, sepse matematika ndërlidhet shumë me jetën, për ata që thonë ajo lënda matematikës që kur s'na ka shërbyer në jetë.